Ja çfarë ka ndodhur. E vërtet. Kjo zonja, po. Një sekond. Është pak pervertiti, domethënë. Kjo zonja, ka kushtuar më shumë. Kjo zonja që denoncon lidhjet e vllajt kryeministit me trafikun, bëhet numri 2 Ministrisë së Brendshme që do luftojë trafikun me vllajt kryeministit. Kjo është zgjedhja e opozicisë. Edhe ku të shfaqë është i opozitë. Po ka pse shiten? Sovjetur? Jo. Në fakt kjo është e turpshme. Është e turpshme, domethënë është e turpshme. Skandal. Turpshme për kë? Për zonjën e parë apo që po absolutisht për ta kuptosh Berat, ju sa keni pas këtë periudhën. Ne jemi vetëm në vend në Evropën lindore që kemi ligj për bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit. Pra ne kemi dënu me ligj ata që kanë bashkëpunuar me sigurimin. Tashti kur ka vajtë oficeri i sigurimit me rekrutu, dikush ka qenë trim si ty dhe ka thënë që unë nuk pranoj me bo spion. Dhe ka rezistuar. Dikush ka qenë i dobët si puna ime, kam thënë kalamajt kjo, kam pranuar me nënshkru. Tashti ne kemi dënu ata që kanë nënshkru. Jo ata që ka detyru me nënshkru. E qartë. Tash ky debat në vene deformume si që jemi ne, gjithmonë kjo opozita të shkojë. Ai që të blen, ai që të shantazhon, ai që të josh, ai s'ka faj. Po s'dukej zonja mirë dukej, e pa shantazhueshme. Shumë mirë duken. Zotë kam pas studio, biles kam bërë debate të zjarta, biles po mesha vesh. Ta të gjithë shumë mirë duken. Se unë kam i kohë gjatë që merrem me ta. Absolutisht. Ta shumë mirë duken. Dhe ka para kësaj, po edhe Lefter Koka dukej mirë, edhe Alçi Bllako dukej mirë, edhe Erion Velia dukej mirë. Pavarësisht se ne kemi 10 vjet që themi që këta kanë bërë këtë, mirë duken këta. Çështja është që në fund të gjithë rekrutët një fund kanë. Ku përfundoi? Jo zonja s'ka fund. Ku përfundoi Lefteri? S'ka si pesh politike. Ku përfundoi Alçi? Po s'ka po pse kur s'ka Bana Koqiu, Brian Lari që është ministrat e Brian Lari, për çaj duhet Ramës. E ke patë videon, se Berati ndoshta se ka patë për ta transmetuar ose ka regjir. Ku Edi Rama tap me gjithë Lefter Kokën i bë thirrje Nasip Naçës që na u bashkon. Ma gjeni pak videon. E kum po mesazh. Dhe ju prapë do thonë që është faj Nasipit, se burri që është burri. Takimi të në durë. Rama Damiani Lefteri. Ka rëndësi, do të them që kjo për ta përfunduar është perversiteti që nuk është i panjohur ndaç literaturë, ndaç histori që i kap gjithmonë liderët e gjithë pushtetshëm që kalojnë një periudhë gjatë në pushtet. Pra nuk ju mjafton vetëm fuqia që jep pushteti. Duan ta denigrojnë kundërshtarin, atë që kanë afër, varcin, degradon, shikoj qeverinë, shikoj përbërjen, shikoj. Pra Rama nuk kënaqet vetëm me këtë gjë. Do të, për shkak çfarë është diella? Diella nuk është as gjithë budalli që thanë doktorë që vëmendën. Është një tek e ti. Ton çohet mëngjes, siç bëri diell, mund të bënte një gaz të vetin. Bam, lëshon një gaz, edhe thot ta bëj ministër. Dhe më fali shprehjen, por dhe Ramës mund të ishte shumë më mirë se diella, se është gaz natyral pak, nuk është artificial. Ai e bën. Çfarë bëri Kaligula? Bëri Kalin senator. Ai mund të bëjë qenin e Zaus nëse ka qenë. Pra kjo është e njëjta gjë, do ta degradoj, do ta çojë perversitet. Çfarë bëri edhe njerëzit vetëm brenda partisë? Çfarë bëri me Erion Velin? Doli tha turp skandali Spakut, si guxojnë ta heqin nga detyra e kryetare e bashkisë, pa përfunduar ju që jeni procedurial, pa përfunduar procesi. Janë fillimit atij e shkarkoi sot. Mushet mendja kaçak ka dol këtu po lufton. E shkarkoi sot. Po i mos un kam marrë tip të tjerë rregull. Jo, po çe po thon procedurial, po ti si jena ekstremist, domethënë përveç studio. Procedurial kuptimi do thoshë do presim vendimin e gjykatës. Pejorative ishte. Jo, s'është pejorative. Absolutisht. Jo, demek po ndamin në dy grupe, ju që jeni të butë me Ramën edhe unë jam ekstremist kundër Ramës. Jo me Ramën. S'm kuptova. Çdo gjë që themi për shkakun, are e kishte të çfarë. Presim vendim gjykatës. Nuk mund të themi që është i fashëm apo i pafashëm. Jam dakord. Ti të paktën ne tim ose juridicë. Ky nuk pret Rama vet. Apo jo, pse nuk pret? Po në thelb. Pse nuk pret se do ta degeneroj? Pse ai gjithë bashkëpunëtorët? Pse detyron që një ditë emëron një kryetar e bashkie Erioni Shkret nga Burgu, ditën tjetër e kthen mbrapa sot në fal. Është ajo që kemi pa, degenerimi që një diktator i bën varzët vet. Skena e Kadria Zbiut, neve Roxhën është fantasi. Partia ime më dënon, pranoj, ul kokën. Ja për çfarë video kishte fjalën Mandi? Videon pak? Po ku jem në stip, ku jem në pura e, po mirë më vla, ka që partia ke disa as për pikot verës vjen, po ti edhe qytetarë më vla. Por e pi një ju i gotë verë, që apo ke altë dhe shpallin armik, ti
I shpallur, nuk e shpallur akoma, po ti në listë je për armik. Ku je, valla? Na shkatrova, ha? Shive çik të shive. Ona sip. Unë folti. Jo, ky është pak shumë, është nuk ka kuraje si fillim, më do vi ky kurajo ka, po ka atë burrnin që do që ta vrasin me xhelis pastaj të rinjë. Shumë e ka vrarë Lona, me ka thënë të Lona gurin para këtij, kupton ti? Ona sip. Mi me 2 metra burr. Ne god vërnë ditë, raki s'ka parë, naftoi ditë burra. Hajde. Të përshëndesim vëlla. Ti je mirë. Edhe për këto do të Mandi po flisë se është tani. Shiko, këta na qeverisin. Se strat kjo është krim. Këta na qeverisin, nuk kam më se Ti çfarë. s'ke kuraj, thot ai Nasipit, ndërkohë ky që pati kurajo është mbull. Nuk kemi më që diskutojmë. Shkojmë në publicitet dhe ndjekim edhe një intervistë për 30 minutash të gazetarit italian dhënë për kolegën tonë në Rom Alba Kepi. Për ato çfarë ishte emisioni në fakt. Duke qenë se të gjitha televizionet sot, televizionet që nuk bënin asnjë emision për Eren Veliajin kur kishte akuza nga opozita ndaj tij, sot që kanë mbaruar punë, të gjitha merren me të. Dhe asnjëri prej tyre nuk bën një debat mbi këto akuza shokuese ndaj qeverisë shqiptare. Publicitet dhe ndjeq një intervistë.